Gripi sezonal është një infekcion respirator i shkaktuar nga viruset e gripit i cili përhapet me shpejtësi dhe mund të shkaktojë simptoma të rënda. Shpesh ngatrohet me të ftohtin e zakonshëm, por ndryshe nga ai, gripi shfaqet papritur me temperaturë të lartë, dhimbje muskush, lodhje shtëfor dhe koll të thatë, ndërsa i ftohti zakonisht sjell simptoma më të lehta. Gripi mund të ketë pasoja më të rënda, sidomos tek të moshuarit, fëmijët e vegjël, gratë, shtatzëna dhe personat me sëmundje kronike. Nëse shfaqen shenja alarmi si vështirësi në frymëmarrje, temperaturë që nuk ulet, konfuzion, dhimbje gjoksi apo përkeqësim i gjendjes, kërkimi i ndihmës mjekësore është i domosdoshëm. Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Medika. Gjatë stinës së dimrit, pra gripet përhapen lehtë dhe mund t'i prekin të gjithë. Andaj vaksinimi është shumë i domosdoshëm. Jemi këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ku do të flasim me doktorin Valdet Hashani, njëherë është drejtori i kësaj qendre, pra për të parë se sa është i rëndësishëm vaksinimi dhe për të parë po ashtu në qendrën e vaksinimit sa është interesimi i qytetarëve të kryeqytetit për t'u vaksinuar. Na ndiqni. Atëherë, doktor Valdet, fillimisht të falenderoj shumë për kohën që nda për shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Faleminderit juve dhe shikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Atëherë sot do të flasim për gripin sezonal, për vaksina, do të mundohemi që brenda minutazhit pra të ndërthejmë veti sa do shkurt disa informacione që shërbejnë për shikuesit. Atëherë, çfarë dallon një grip sezonal nga një i ftohtë i zakonshëm për ata që nuk e dinë dhe kanë ngatresa? Pyetje shumë e vënë dhe pyetje shumë profesionale që në fakt pak është bërë prej gazetarëve. Gripi sezonal ose influenza, si quhet në popull, është infekcion viral që atakohet prej viruseve të grupeve të ndryshme të influencës, që sigurisht se nuk është shumë e rëndësi për audiencë, po ndohen në ABC, po më të shpeshtat që i atakojnë janë influenza A edhe influenza B. Kjo është virus dhe të ftohtit ose si quhet rufa në popullore, dallon prej kësaj, me që ajo është faktikisht një infekcion jo domosdoshmërisht viral dhe jo domosdoshmërisht me rrjedhje hunde, me temperaturë, që është karakteristike se viruset shkaktojnë edhe dhimbje fytye, edhe rrjedhje hunde, edhe dhimbje muskulare, edhe dhimbje koke. Ndërsa të ftohtit ose rufa nuk shkakton rrjedhje hunde edhe nuk shkakton jo domosdoshmërisht temperaturë. Domthonë, ti dallojmë se influenca është infekcion viral që realisht atakon në sezona ose në faza caktuara të vitit, zakonisht në vjesht dhe në pranverë, po jo vetëm, me që edhe gjatë stinës së verës ne kemi gastroenterite virale, të cilat merren në bazene ose në ambiente ku janë të frekuentuara më shumë, dhe shkaktohen me gastroenterite të ndryshme, me të vjellura, me barqitje, po sigurisht edhe me temperaturë dhe me simptomatologjinë të cilën e jep realisht një virus. Tash kur e përmendet doktor temperaturën, cila është temperatura adekuate për organizmin e njeriu dhe cila është ajo temperatura për cilën e të flasim për shembull për fëmijët, si prind, një prind duhet të brengosët dhe të drejtohet tek një profesionist shëndetësor. Për kryerjen e proceseve metabolike në organizmi ka një temperaturë të vetën, e cila është normale, dhe 36.4 është ajo fiziologjikja, po jo domosdoshmërisht të gjithë e kanë. Me që disa janë ma aktiv edhe kanë një temperaturë të mbrëmshme pak më të lartë, po deri në temperaturën 37 gradë është çdo gjë brenda fiziologjisë së organizmit të trupit të njeriut. Po jo edhe brenda që duhet të merren antipiretik ose barna të cilët e trajtojnë temperaturën. Çdo temperaturë e cila është mbi 37.5 duhet të merr masa, sidomos tek fëmijët, me që tek fëmijët, sidomos në fazat e para, mujt e parë, i kemi ato konvulsionet febrile, që nuk ndërlidhen me epilepsin, me që fëmija manifeston disa simptomatologji që ndërlidhen me epilepsin, që në fakt nuk janë, po janë konvulsionet të cilat shkaktohen për shkak të temperaturave mbi 37.5 gradë,
Altaj pikrisht për shkak të kësaj, duhet të kemi parasysh që të dhom temperaturën, të dhom terapi antipiretike ose kundër temperaturës fëmijëve, por edhe të rriturit të cilët e kanë temperaturën mbi 37.5, mund të fillojnë të marrin për shembull paracetamolin, i cili nuk është një preparat që shkruhet edhe me recetë mjekut, mund të blehet në perëndim, kjo merret edhe quhet si over account medication, vari i cili merret edhe në pompat benzinës ose në marketet të ndryshme. Andaj temperaturat mbi 37.5 kërkojnë trajtim fillimisht antipiretik, pastaj bazuar në simptomatologjinë që vjedh edhe me barna tjera. Doktor Valjak, dhe flasim pak për cilat grupe të shoqërisë të popullatës janë më të atakuar le të themi nga gripet e ndryshme? Realisht gripi sezonal atakon personat të cilët kanë imunitet të kompromituar. Do të thonë, personat që janë 65+, po jo domosdoshmërisht, gjithë, po ashtu është e klasifikuar, personat ose pensionerët që quhen, faza e tretë e jetës, personat të cilët kanë smundjet kronike, qofshin ato ngjitse ose jo ngjitse, të cilat i manifestojnë për një kohë pak më të gjatë, do të thonë imuniteti i dobësuar, gratë shtatzana, fëmijët deri në 3 vjet, pastaj punëtorë shëndetësorë, të cilët janë faktikisht hallka e parë ose kontakti i parë me pacientët, dhe brenda ditës ata kanë kontakte me shumë pacientë, dikush prej tyre dhe mund të infektohet, dhe ky është ai përcjellësi i infeksionit. Për arsye të kësaj, rekomandohet që këto kategori të personave, e në veçanti punëtorë shëndetësor, të shkputin atë zinxhirin e infeksionit dhe të bëhet vaksinimi i tyre. Po për vaksinimin me vaksinën e gripit sezonal, rekomandohet që të vaksinohen të gjithë ata që kanë mundësi. Do të thotë, nuk ka kundërindikacione për vaksinim me vaksinën e gripit sezonal. Me përjashtim, si vjet këtë vaksinën 4 valente të cilën e kemi marrë, i kanë rekomanduar, kompania e cila e ka shpërnda, ose na ka furnizuar, ka rekomanduar që personat të cilët janë me alergjik në gentamicin të mos e marrin, nuk rekomandohet. Ndërsa kundërindikacionet tjera të cilat janë zakonisht për vaksinën e gripit sezonal janë ato të cilat kanë qenë edhe më herët, do të gjithë ata cilët kanë alergji në vezë, në penla ose pupla të shpezve, në mishin e bardhë, ose edhe në preparatin, do të specifikisht në preparat, ata nuk rekomandohen që të marrin. Ndërsa gjithë tjerë, do të përfshin moshën 0 deri në infinit, sa është gjatë pleqëria, mund të vaksinohen. Një mënyrë e sigurt dhe efektive për të zvogëluar rrezikun e sëmundjes dhe komplikimeve është vaksina sezonale kundër gripit. Kjo vaksinë përgatitet çdo vit duke u bazuar në qarkullimin e varianteve të virusit dhe ndryshimet që gripi pson rregullisht. Prandaj, rekomandohet të bëhet çdo sezon. Efektiviteti i saj varet nga përputhja mes vaksinës dhe llojeve të virusit në qarkullim, si dhe nga mosha dhe gjendja shëndetësore e personit. Vaksina ul rrezikun e sëmundjes së rëndë, shtrimit në spital dhe pneumonisë, një nga komplikimet më të frikshme të gripit. Ajo rekomandohet për të gjithë, por sidomos për të moshuarit, pacient kronik, punonjësit shëndetësor, gratë shtatzëna dhe fëmijët. Të gjithë ata të cilët vaksinohen, është e paraparë që në këtë fazë ose këtë sezon, se quhet edhe vaksinim sezonal, me që zgjat një sezon caktuar, a është 6 muaj, a është 1 vjet. Mirë, po të gjithë ata që janë vaksinuar, po edhe do të duhej, nëse vaksina është e ruajtur mirë dhe vaksina i ka komponente të cilat, do të thonë, virusit qoftë i dobësuar ose i vdekur, është gjendet në te, për atë tip të virusit, ajo është imun për këtë periudhë kohore. Ndërsa, nëse personi ose pacienti është infektuar me virus, i pa vaksinuar, atëherë nëpërmjet të kalimit të sëmundjes e krijon këtë imunitetin pasiv, të cilin do ta krijonte me vaksinë. Mirë, po në këtë rast kemi që, do të thonë, këtë kalim të këtij imuniteti do ta bëjmë me, do të thonë, pak më të vështira, se do të kalojë një fazë të sëmundjes, e cila manifestohet me gjitha ato simptome të cilat i ceka më lart.
Gripi ka prirje të shfaqet më shpesh në stinën e ftohtë. Temperaturat e ulta, qëndrimi në ambiente të mbyllura dhe lagështia favorizojnë përhapjen e virusit. Po ashtu në dimër, sistemi ynë imunitar është më i ndjeshëm ndaj infeksioneve. Megjithatë, shumica e pacientëve shërohen pa nevojën e ilaçeve antivirale. Këto rekomandohen vetëm në raste të rënda ose tek personat në rrezik të lartë për komplikime. Imuniteti pas gripit zgjat disa muaj, por virusi ndryshon çdo vit. Prandaj mbrojtja nuk është afatgjatë. Faktorët që përhapin janë shumë. E para është jeta në komunitet. Në momenti kur kemi kontakte, vendi i punës, posaçërisht vendet për çka kemi ne kujdes, ose duhet kemi kujdes janë qerët e fëmijëve, shkollat, qofshin ato fillore ose të mesme, gazermat ushtarake, vendet ku policia qëndron, studentët në konvikt, gjitha ato vende ku ka mundësi të grumbullimit të njerëzve në masë, ka mundësi edhe të përhapjes infeksionit. Pikrisht, nëpërmjet të marrjes vaksinës, ne nuk e bëjmë një shërbim vetes, po i bëjmë shërbim edhe komunitetit. Me që nëpërmjet kësaj ne ndërprejmë hallkën e infeksionit. Kemi një rastet shumëta kur fatkeqësisht e ne akoma vinë dhe marrin certifikata shëndetësore ose leje pune për një ditë. Në të gjitha vendet e botës, kjo është e rregulluar me ligj. Në momentin kur ti je me gjendje gripoze, është më mirë të qëndrosh në shtëpi 1 ose 2 ditë, sesa të shkosh në punë edhe ta përhapsh këtë infeksion edhe te kolegët e tu. Do të thonë, këtu është ajo forma e ndërprerjes të komunikimit ose këtij zinxhirit të formës së infektimit. Nuk dija, thash të gjithën të tërën. Në kushte shtëpie, doktor, le të themi ne po përballemi me një ose gjatë sezonit të verës ose me një temperaturë të lartë me barkëshitje, vjellje të tjera. Në kushte shtëpie, çfarë duhet të bëjmë para se të mbërrim ose nëse është e pamundur që të shkojmë menjëherë tek një profesionist shëndetësor? Po. Pyetje shumë e vend. Realisht shumica e shikuesve tanë e dinë dhe kanë antar të familjes në perëndim dhe thonë që është e vështirë kontakti ose që të arrish drejt për drejt tek mjeku. Te në emra në ditës mund të i kalosh, ne i kemi 34 qendrat mjekësisë familjare, të 34 aty i viziton edhe nuk refuzohesh. Tash me ligjin e ri për shkak të zonimit është bërë mirë, po gjithsesi ai merr shërbim shëndetësor, që është shërbim edhe kvalitativ edhe me kohë. Po jo domosdoshmërisht çdo infeksion ose çdo gjendje gripoze duhet të kërkojë ndihmë tek mjeku. Mjafton një këshill, të ndëgjojnë këshillat, qoftë infermierëve, mjekëve, ose punëtorëve tjerë shëndetësor, të cilët bëjnë promovim shëndetësor të përditshëm, qoftë në media ose në ato elektronikë ose të shkruara, edhe persona të cilët kanë një temperaturë, siç ata në fillim, të përcjellin temperaturën, nëse temperatura nuk i kalon këto 37, 37.5, 38, atëherë nuk ka nevojë të merr asnjë medikament. Nëse i ka arrin temperatura 37.5, 38, atëherë fillon me parastamol. Parastamoli duhet merret për kilogram pesh dhe nuk mundet një person i cili ka 100 kg ta merr 500 mg parastamol. Do të thonë një moshë mesatare 70-80 kg e fillon me 1 gram parastamol, vitamin C dhe çaj. Langjet janë shumë me rëndësi të domosdoshme për mundësinë e komunikimit ose metabolizmit qelizor edhe faktikisht shërimit të qelizës. Për këtë arsye, marrja një supe, marrja një çaj, jo domosdoshmërisht me mjalë, do të ishte edhe më e mirë, me që ajo ngrit edhe imunitetin e personit, i cili është në atë gjendje, po mundësisht nëse ka edhe mjalë, po edhe vitaminën C, këto janë fazat e para. Ky person nuk duhet që të futet në qeve, njerësin, ai duhet edhe të lëviz, po jo të punoj punë të rënda. Lëvizjet ndihmojnë proceset metabolike të muskujve, edhe me këtë edhe aktivizimin e imunitetit. Po jo ashtu në atë gjendje, domethënë shëndetësore, del edhe të punoj punë të rënda. Domethënë regjimi i shtratit është faktori i dytë, që e determinon kalimin sa më të shpejt kësaj gjendje. Shumë persona në këto faza, edhe pse thotë po nuk mund me nejt mrena, ato janë është si rregull protokolare, marrja e kësaj që tash më lart, regjimi i shtratit, nëse infeksioni nuk kalon për 2 ose 3 ditë, atëherë është një manifestim tjetër. Ai mund të jetë një virozë, se edhe këto virozat ose gjendjet gripoze ndahen në 3 kategori. Janë të lehta, të mesme dhe të rënda. Në gjendjet e rënda kalojnë sigurisht tek ata persona të cilët veç kanë një gjendje kronike të avancuar ose një problem tjetër shëndetësor, edhe ka ardhur si një musafir i paftuar që
përkeçon këtë gjendje. Po nëse është virale, në asnjë mënyrë këta persona nuk duhet marrin antibiotik, që është edhe gabimi tani i dytë i qytetarëve tonë, i shikuesve, që marrin antibiotik me që dikuj prej fëmijëve aty ka vënë mirë një antibiotik, qoftë ai sirop për fëmijë ose tableta për të rritur, edhe në këtë mënyrë ata e rritin rezistencën antimikrobiale, e cila fatkeqësisht në Ballkan, nuk po flas vetëm në Kosovë, po në Kosovë me tekst veçantë, është e rritur për shkak të përdorimit enorm të antibiotikëve pa nevojë, do bën nevojë edhe pa nevojë. Shumë herë përmeni Perëndimin, me që është pjesë referente, jo vetëm e shëndetësisë, po edhe rrjedhave tjera. Në Perëndim antibiotiku nuk mundet me marrë në asnjë mënyrë pa përshkrimin e mjekut. Te ne shkon në farmaci dhe merr edhe morfinën. Me sa më kanë treguar edhe pacientët që marrin edhe morfinën pa recetë të mjekut. Kjo sigurisht se do të rregullohet me ligj, në fakt është e rregulluar, po janë mënyrat se nuk arrihet çdo gjë me u monitoru, po kjo do të duhej. E në veçanti antibiotikët, me që tani kemi edhe disa studime, i bëjmë disa audite klinike në QKMF dhe në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, dhe besoj që edhe ne nuk do të jemi larg regionit për sa i përket keq përdorimit të antibiotikëve në gjendje të ndryshme. Nëse është përdorimi për antibiotik, me që edhe gjendjet virale, për shkak të dobësimit të imunitetit, mund të atakohen edhe për bakterieve të cilat gjinen rreth nesh, ose do një infekcion i kontaktit. Edhe atëre kalon edhe një infekcion, po një bronkopneumoni, ka qenë virale, tani bëhet edhe bakteriale për shkak të infekcionit sekundar, po këtë e cakton mjeku bazuar në ekzaminimin që e bën, do të thonë nëse ka nevojë edhe këtë analizat laboratorike, të cilat i bojmë në shumicën e qendrave të mjekësisë familjare, përfshi edhe imazherin, do të thonë një radiografi ose analiza tjera. Kjo është ajo mozaiku që duhet kompletohet me qëllim që pacienti të trajtohet siç duhet. Një çështje tjetër, e kam thënë edhe në një media, është futja në dorëjete sociale të cilat i krijojnë do baballar ose disa nona, edhe thonë që qysh ta trajtoj fëmijën se i ka dalë kjo puçër, i ka dalë që është antiligjore. Te funit ata nuk janë kompetent për me trajtu një patologji të tillë. Edhe atje del se është smu prej kumit diçka, trajtohet në mënyrë jo profesionale dhe fëmia mund të ketë, nuk po them tash fatalitet, po mund të mbetet një lezion ose një dëmtim i cili do të jetë, do po flas për infeksionet e lëkurës, do të jetë i përjetshëm. Keni parasysh se edhe ChatGPT-ja e ndaloi përdorimin e saj për mjekësi dhe për çështje juridike. Pikërisht për shkak se ne nuk mund të krijojmë Google Doctor. Mjekësia kërkon një studim ose një shkollim formal 20 vjeçar për me arrit, edhe tash me një futje në internet, kërkimin e disa donave, edhe kjo ka qenë pikërisht për shkak se disa të ri, për shembull, një prej atyre që i lexova ishte një iri thot si çka mund të përdori, mos përdorin klorur natriumi, kryp të kuzhinës, edhe atje ku ta diun çka i shkruan bromide ose diçka tjetër, ai përdor dhe për 6 muaj ai vdes. Pikërisht janë këto senet të cilat quhen defekte profesionale jo të personave jo kompetent. Kush e jep përgjegjësinë për vdekjen e atij të riu? Nëse është mjeku ose infermieri, ai është e përgjigjet vet për gjitha veprimet të cilat i ka ndërmarr, ndërsa kush do ta akuzoj AI-n, inteligjencën artificiale për marrjen e këtyre informacioneve. Inteligjenca artificiale, pikërisht për çka e përmenda, është e mirë që të merrni informacione të cilat nënkuptojnë parandalimin ose promovimet shëndetësore, por në asnjë mënyrë diagnostikimin dhe trajtimin e smundjeve. Atëherë, doktor, le ta shfrytëzojmë së bashku këtë emision dhe të bëjmë thirrje pra të gjithë qytetarëve që në asnjë formë të mos bëhemi doktor të vetvetes. Pra profesionisti shëndetësor është ai i cili na përcakton diagnozën dhe trajtimin, dhe kompanive farmaceutike që mos t'i japin antibiotik pa recetë të mjekut. Dhe do të ishte mirë pra që të bëhet ky apel sa më shpesh, megjithse mund ka rastis në disa barnatore që kam shku dhe nuk më kanë dhënë antibiotik pa recetë të mjekut. Kjo është shaj e mirë. Shaj e mirë, kështu që me një fjalë jemi të shkuar në një rrugë të dur. Le të kthehemi pak doktor tek barqitja dhe vjedhja.
si ta trajtojmë në kushte shtëpie, pa bërë rëmuj në qendrat mjekësisë familjare, në urgjenca e herashme, pak në emergjenca. Edhe kjo një pyetje shumë me vend. Me që realisht ju e dini se me COVID-19 që ne i kthym disa qendra tona në qendra për trajtimin e personave me COVID, e një nga to ishte ajo në Emshir, e cila fatmirësisht ka shërbyer për gjatë tan kohës të vaksinimit të pandemisë COVID-19, edhe aty fillon edhe trajtimi tamam me protokoll i COVID-it, përfshi edhe infuzionet. Infuzionet realisht në botën e perëndimit nuk kipen në kujdesin parësor shëndetësor. Fatkeqësisht ato infuzionet tani u transmetuan edhe u bartën gjitha qendrat e mjekësisë familjare, po jo vetëm në kryeqytet, por në gjitha qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë. Andaj edhe sot e kësaj dite ne i kemi fluks të madh të pacientëve pikërisht për të marrë një infuzion. Infuzioni merret në kushte dhe rrethona spitalore. Quhet edhe rehidrim parenteral, i cili merret, duhet të shtrihet pacienti. Ne kemi, i quajmë outpatients, pacientat të cilët trajtojmë pa pranim në institucion shëndetësor, ndërsa në spitale janë inpatients, do të thonë pacientat që janë pranuar fillimisht, pastaj trajtohen. Kjo është edhe një apel për qeverinë e Kosovës, për Ministrinë e Shëndetësisë, që në udhëzimin administrativ, unë me sa kam informacione, kam punuar shumë gjatë në Ministrinë e Shëndetësisë, po është duke u përditësu udhëzimi administrativ dhe është duke u largu kjo pjesë, me që kjo do ta lehtësonte edhe punën e institucioneve shëndetësore. Po çka, po këtyte pyetja, çka e ndihmon këtë, është promovimi dhe edukimi shëndetësor i popullatës. Nuk për çdo ftofje ose infeksion qoftë viral ose bakterial, nuk do me thonë që ajo duhet merret infuzioni. Tek barqitjet e përbëme, në qoftë se barqitjet janë 5-6 ose 10 brenda ditës, patjetër vjen institucioni shëndetësor, e ata e caktojnë se a duhet apo jo. Fillimisht fillohet me supa, fillohet me langorizi, fillohet me banane, fillohet me Coca-Cola shumë e mirë për këtë fazën kur kemi barqitje të mëdha, çaji i zi është i mirë, po këto janë alternativë para se të bëjmë marrjen e infuzioni. Ose nuk mundim ne të bëjmë trajtimin me gjenerat, do të thonë preparate gjeneratës tretë, kur ne nuk i kemi do të thonë konsumu ato fillimisht që i kemi në kushte se rrethona shtëpiake, e pastaj të shkojmë me terapi qoftë orale ose parenterale. Pastaj edhe për vjellje është e ngjashmja, me që organizmi nuk mundet për 1 ose 2 ditë, për 1 ose 2 vjellje të dehidrohet. Zakonisht rehidrimet qofshin ato parenterale bëhen vetëm për shkak të dehidrimeve të mëdha, për shkak të tani problemeve të cilat mund të manifestohen në organizëm, në proceset metabolike, pikërisht për shkak të dehidrimit të organizmit, po para kësaj për shembull të fëmijët edhe të të rriturit kemi ORS-n, ose kombinimet që blehen në barnatore, janë pa recetë, janë kripkozhine, sod bikarbone, minerale, ato të cilat e kompenzojnë në mënyrë të menjëhershme, pothuajse të njëjtë sikurse infuzioni, por vetëm se kjo kërkon kohë 24 orë për të kryer procesin, ndërsa infuzioni e kryen punën aty për aty. Por si është gjendja e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, qendër kjo e madhe ku qytetarët marrin shërbime të ndryshme? Doktor jeni pra drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Ku jemi si kryeqytet? Ku jemi me shërbime? Faleminderit për pyetjen. Realisht, qendra kryesore e mjekësisë familjare ka kryer punë të jashtëzakonshme, punë të mëdha. Ne mos themi që jemi prijetar në kujdes parësor shëndetësor, me që kjo është kompetencë komunale, edhe problemin e vetëm e kemi listën esenciale të varnave, cila shpesh herë na mungojnë, për shkak të sigurisht mungesës buxhetit, nuk di ato janë çështje do të thonë të nivelit qendror, po shumica e shërbimeve shëndetësore të kujdesit parësor shëndetësor kryhet ashtu siç e kërkojnë edhe protokollet. Do të thonë ne institucione shëndetësore kujdes parësor, përfshi QKMF-n, 17 QMF dhe 16 AMF, i kemi të distribuara në nivel të mrekullueshëm në kryeqytet. Stafi profesional e kemi shumë të mirë, po e kemi mungesë të stafit. Ju e dini që herën e kaluar patëm një konkurs i cili për shkak të rrethonave të zgjedhjeve është anuluar, po do ta shpallim prapë dhe kemi mungesë shumë të madhe të mjekëve dhe të infermierëve për të shërbyer edhe më mirë dhe më kualitativisht, me që
keni parasysh se një mjek sot i ka 30-40 pacienta, me rritjen e stafit ai do të zvoglohej. Edhe në Kosovë, edhe bazuar në ligjin fuqi, një mjek përkujdeset për 2000 ose 2500 banor, që në Austrinë qinje, mos shkojmë më larg, e ke një mjek për 160 pacienta. Tani, kur ti përkujdesesh për 160 pacienta dhe për 2000-2500, vetë fakti të regon se sa mund të ketë edhe cilësi. Ne mund të lypëm ose kërkojmë cilësi pa tjetër, me që ne kemi edhe komitetin e cilësisë në kuadër të QKMF-s, e cila bën monitorimet të përditshme, një ekip i mrekullueshëm, i mjekëve dhe infermierëve, të cilët shkojnë në secilën qendër dhe monitorojnë pikërisht edhe për përshkrimin e antibiotikëve nga mjeku i caktuar. Edhe nëse vrejmë se ka përshkrim më tepër se që normalisht rekomandohet, atëre e trasëm bisedë edhe shohim mundësinë, se mund tjetë edhe që ka patologji caktuara ma shumë ai mjek, mirë po në asnjë mënyrë nuk e lejojmë që pa monitorim të rrjedhë çdo gjë. Kemi auditet klinike për audiencën, ne i kontrollojmë qendrat tona administrative familjare, po pa qëllim penalizimi. Do të thonë, këto përdoren, ne i quajmë rishqyrtime kolegiale mes kolegëve ose peer review, në mes mjekëve dhe infermierëve, dhe diskutohen, e kemi edhe sallën të rishqyrtimit kolegial, ku mbledhen kolegët dhe diskutojnë në lidhje me një problem ose patologji, e cila ka hasë në problem ose që zgjidhet pa vështirë. Edhe atëherë gjenden mundësit ose mënyrat që të zgjidhet pa shpenzime të mëdha, me që na e dimë se edhe buxheti komunal i drejtorisë së shëndetësisë nuk është aq i madh. Kryeqyteti ka specifikat e veta, bazuar tani edhe në ligjin e kryeqytetit, ne kemi edhe disa kompetenca të cilat qendra tjera nuk i kanë, e fatkeqësisht për shkak të këtij mungesës të këtij buxheti, po dhe implementimit mirëfill të ligjit për kryeqytetin, kemi çto gepe ose zbrastina. Po gjithsesi, në aspektin e ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ne kemi edhe këtë boksin kutine e vrejtive të sugjerimeve, të cilat mbledhen edhe shqyrtohen prej ekipit i cili është i dedikuar për atë, dhe kemi lavdata jashtëzakonisht mira. Aty këtu kemi edhe kritika, që normal kritika është pjesë e punës tonë, mirë po zakonisht ku ndodhin kritikat është kur vinë se ne po mduket si popull nuk jemi mësuar të presim rend. Edhe vinë edhe mundojnë që shërbimi shëndetësor të ofrohet ad hoc, aty për aty. Këtë veç totalsi informacion, ndoshta ju hynë, prej tetorit, kur kemi filluar, një tetorit, dhënies vaksinave, deri më sot i kemi konsumuar, ose i kemi aplikuar 11.380 vaksina, që është një rritje e lehtë në krahasim me vitin e kaluar, por ne kemi vaksina do të tonë edhe gjatë janarit dhe mujve në vazhdim, kuptohet deri në sezonin e shkuarjes në pushime verore, kur atëherë na vinë vetëm ata personat të cilat i përmendëm, ato gastroenteritet virale e kështu me radhë. Dhe me që jemi të vaksina dhe me që jeni drejtor i kësaj qendre, unë do t'ju lutesha që të shkonim së bashku dhe të shohim pra nga afër qendrën e vaksinimit edhe klasin edhe pak. Me klasi. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Pra edhe kalendari vaksinave përbën një shtyllë themelore të shëndetit publik dhe mbrojtjes së fëmijëve. Programi rregullt i imunizimit përfshin vaksina që mbrojnë kundër një sër sëmundjesh të rënda. Atëherë, doktor, faleminderit shumë për kohën, me që jemi këtu në qendrën e vaksinimit. Na trego të lutëm deri tash sa është numri i qytetarëve në kryeqytetin e Prishtinës, të cilët kanë kërkuar shërbim, të cilët janë vaksinuar. Do thotë, na kem fillu me vakcinat e gripit apo të influencës me 1 tetor. Numri është mbi 10.000 doza, do thotë thirrja është shumë mirë. Kur është koha, doktor, Naim, më e përshtatshme prapë që të nis vaksinimi? Ju e thatë me 1 tetor zyrtarisht ka nis, mirë po a është vonë nëse le të themi për shembull sot unë dua dhe të vi dhe ta marr një vaksinë kundër gripit sezonal? Koha është më e mira, do thotë, kur kem fillu, në vjesht, na kem fillu me kohë, me 1 tetor, kështu që mirë po për ata cilë për ndoj arsye tjetër se si janë vakcinu mujnë me ardhë me mu vakcinu, do thotë doza kemë mjaftueshme. Doktor, ju e përmendet pra gjatë bashkëbisedimit që keni nisë tash vaksinimin nëpër shkolla, si po eci gjithë ky proces? Tani momentalisht jem në për shkollat e mesme të qytetit, është shumë mirë vakcinimi, do thotë s'kem probleme absolut.
Dhe çfarë vaksine po jepet tash në shkolla? Cila? Shkolla është vazhdimësi e klasës parë, do të thotë diteja mirët, klasës 6 dhe tani mbyllet cikli me tetanos, do të thotë jepim difteri tetanos. Doktor, s'po të marrë më shumë kohë me që jeni tash rrugës për në shkollë. Unë të falenderoj shumë për kohën dhe shihemi për të mira, shpresoj. Mirë për ju. Dhe në fund gripi sezonal pra mbetet një sfidë e përveçshme, por parandalimi është i mundur përmes vaksinimit. Vaksinat si ato kundër gripit, ashtu edhe ato të kalendarit të rregullt të imunizimit janë mjeti më i sigurt dhe më efektiv për mbrojtjen e shëndetit tonë dhe të fëmijëve tanë. Kujdesi, ndërgjegjësimi dhe veprimi në kohë janë çelësi për një sezon më të sigurt dhe një komunitet më të mbrojtur.